ai është gjithmonë në kontroll. Edhe kur nuk duket se ai është në kontroll, ai është në kontroll. Dhe kjo është paqja më e madhe mendore apo shpirtërore që një besimtar duhet të ketë. Që Zoti është në kontroll, edhe përmes vështirësive, është në kontroll. E dyta, lutjet tona mund mos jenë gjithmonë ato që përputhen me planin e Perëndisë. Kur gjërat duket sikur nuk po plotësohen ashtu siç ne parashikojmë se do të plotësoheshin, kjo nuk do të thotë se Zoti s'është në kontroll, apo se s'na ka dëgjuar, apo se nuk po vepron. Jeruzalemi, e gjithë kombi i Izraelit priste një mbret që të bënte kërdin, të shuante romakët, të rikthente tempullin e Davidit, bëhej gjëja siç ishte. Dhe kur nuk e morën këtë brenda javës, kthyen dhe e vranë. Sepse ai kishte ardhur për një tjetër mision që ishte më i lartë se ajo çfarë përfituronin ata. Ajo lufta e tyre që u duke e madhe në atë kohë, ishte një gjë e vogël në krahasim me planin e Perëndisë për ta ndarë shpëtimin me gjithë botën. Që ai do të vinte atje për të bërë një vdekje spektakolare në kryq për cilën flitet akoma 2000 vjet më vonë në të gjitha kombet. Kështu që planet e tij dhe planet tona mund të mos jenë në të njëjtin rrafsh, në të njëjtin kat. Ne mund të jemi një kat më poshtë. Ai mund të jetë ende më poshtë, ende më thellë. Jo gjithmonë i kuptojmë gjërat ashtu siç janë.